Pse humbi Kajtjel Sali Berisha? Sepse pikës parë një popull shqiptar shumë i mençur. Dhe nuk e shef tek ai udhëhesin e rotacionit. Pra që ta zvendësoj ai Rama. Siç e tha me ndeshmëri Arlindi, midis dy të këqijave të mëdha, ka zgjedhur Ramën, sepse Rama megjithatë, dhe këtu ishte pjesa që doja të shtoja, ka një bilans i cili është i certifikuar ndërkombëtarisht. Unë nuk thash që Rama është e keqja me vogël. Thash për elektoratin tradicional socialist. Jo, për ata që kanë votuar më herët edhe nuk the për socialistët i dy të këqijat. Ti the për elektoratin përgjithësi. Jo, thash, elektorati tradicional socialist. Po. Një pjesë e cilëve është thellësisht e pakënaqur. Një thellësisht e pakënaqur. Po. Në fund të ditës ka thënë midis Ramës dhe Berishës, unë zgjedh Ramën, po flas për atë pjesë të pakënaqur të elektoratit socialist. Atë arsye tënde, po them që kjo vlen edhe për pjesën gri. Pra Rama megjithatë, në sytë e shqiptarëve, megjithatë, krejt ndryshe edhe nga kritikët më të fortë, do duhet pranuar që ka një farë bilanci në modernizimin e shtetit shqiptar. Ky bilanc i certifikohet ndërkombëtarisht nga Bashkimi Evropian. Çfarë është integrimi evropian? Po, ka ftesë për Shqipërinë edhe për arsye gjeostrategjike, për shkak të luftës në Ukrainë, për shkak se Shqipëria në raport me vendet e tjera të Ballkanit është më e qeta, është 100% përputhje. Te kjo pyetje mbetemi? Te Berisha. Po. Vetëm një përgjigje kam. Shqiptarët e dinë që ai nuk e përfaqëson ndryshimin. E kanë kuptuar këtë me kohë, kanë patur shumë kohë për ta kuptuar këtë. Bushat, pse Berisha humbi? Duke pasur parasysh të gjitha këto gjërat që ti the deri tani. Po pse Berisha ka i thellë? Tani unë nuk besoj ke kjo fabula e Gogolit Berisha. Pse? Nëse ka krim masiv të Sali Berishës, që a i s'duhet puthe më në politikë, është vitin 97. Dhe kur rikuperoj 97-ën... 96 dhe të thoshti. 97-ën me piramidat, me futjen e ushtrisë, në Vlorë, e gjitha ato mos i përmendim tani se i dim. Pra, njollë më të zezë nuk ka pas politikan. Sali Berisha, kur kishte rotacion Shqipëri dhe bëshin zgjedhje, e rikuperoj me zgjedhje këtë. Kështu që ato që ka bërë mbrapa janë të rënda, po jo ajsa 97. Pra, kjo Gogoli Berisha nuk funksionon. Pse humbi Berisha? A bëri listë keqe? Pa dyshim listën më të keqe të mundshme. A pati një fushat të vakët për mu se ata ishin kënaqur me pa dyshim fushat vakët. A është Berisha i vjetër? Pa dyshim është Berisha i vjetër. Dhe këto janë arsyet negative. Por tani, le ta vëmë Berishën në kontekstin e zgjedhjeve, e ambientit përgjithshëm. Ore, si mund të fitoj, nuk ndodh në asnjë vend demokratik, një opozit me 95% të audiencës mediatike kundër. Sa herë ka pas rotacion Shqipëri, gjendja mediatike nuk ka qenë kështu. Një. Si mund të fitoj një opozit me një drejtësi që ka të gjithën mbi qafë? Është si t'i kërkoje socialistëve të fitonin me drejtësinë e Alush Dragoshit në 96. Jemi në atë pikë me drejtësinë. Pra, të gjithë ato që në një demokraci duhet luajnë rolin e kundër pushteteve, këtu janë kthyer në veglat e Edi Ramës. Dhe një opozitë e tillë e ka të pamundur. Kështu që unë rendite me gjitha ta bilet s'kam shumë më tepër vrejtje, që me gjithë defektet e opozitës flamurit, por dhe opozita Macronin cilje këtu të konkuronte me Sara Milon, Mila si e ka jo, do umbiste, do umbiste Macroni, do fitonte Sara Mila. Dhe qa quhet kjo, po qa quhet kjo task forca e SPAK-ut, do e certifikonte me normalitet fitoren e Sara Milës ndaj Macronit. Se mbani më të ngritën një task force këta. Qartë. Kini gjithë që bëri kjo task forca e Dumanit... Po të lexonte Bushati shkrimet e Blendi Kajsiut, edhe ta respektonte ato dhe tezat e tij. Po duhet të rishikonte një pjesë ide vetveta, sepse ai thotë që njerëzit që ka arrestuar SPAK-u nga krahu i PS-s ishin makina elektorale. Qyrbja, Veliaj,
e tje, ishin njerëz koka, ishin njerëz të cilët merrnin shumë vota në territor. Tani nuk bëjmë dot më prallë. A ti përgjigjem Jo, nuk është prallë ajo. Sepse makineria funksionoi po njësoj. Po mirë, ky është perceptimi jot. Jo, po pse? Sepse i gjushi, sepse këta të 5D-s, sepse... Jemi okej, mos ju fut të... Janë ingranazhe... Na tregoj dhe emërtiri pse humbi... Që a i ndronë dhe vët tjerë. Ikën 5D-ja, vjen 5B-ja e ballukut dhe vidhet njësoj. Vidhet njësoj. E lexoj, e botoj, pavarësisht se shpeshherë nuk janë... Pse humbi Berisha, mërtiri? Fushati e shef si pamundësi të Berishës për të fituar, po unë mendoj që Berisha ka fajin vetë pse humbi. E para humbi sepse Berisha është 35 vite po ai, është totalisht i pa reformuar, është me tjetët njerëz, është pas një... Nuk ndryshon doktori fare. Nuk ndryshon fare, si mund të bësh njerëzit besojnë të ndryshimi kur ti s'ndryshon vetë. Por e sill Macronin. E dyta, sepse Berisha gënjen nga mëngjesi deri në darkë, po të shohësh fjalimet e Berishës, ka kundërthënie brenda për brenda. Domethënë, e treta, sepse Berisha shihet nga njerëzit si njëri i korruptuar gjithashtu, ka qeverisur një qeveri të korruptuar në 2013 që populli ndeshkoi me 1 milion vota. E treta, e katra, sa u bën. Berisha ka përçarë partinë e vet, vetëm që të qëndrojnë pushtet. Si mund të të besojnë ty njerëzit kur ti s'ke mëshirë për partinë tënde, e shkatrove partinë tënde vetëm për pushtetin tënd personal. Tjetra, është sepse Berisha domethënë njerëzit e Berishës dhe gjithë Berisha si, domethënë ajo si PD-ja si formacion, ka një gjuhë arrogante, ka një gjuhë agresive, ka një gjuhë militante, gati fundamentaliste, dhe njerëzit nuk mund të djerë rehat dhe komod me një gjuhë e cila përfaqëson një pakicë njerëzish të cilët mund të venerojnë tek militantët e verbër, po jo tek pjesa më gjerë e policisë. Dhe tjetra, Berisha vetë nuk ka dashur të fitojë, se Berisha nuk i është drejtuar kurrë elektoratit gri këto kohë. Po Berisha është mbyllur në guackën e vet, në bunkerin e vet, e ka shndruar gjithë partinë në një instrument për të bërë luftë me Spakun, me amerikanët, sepse halli Berishës nuk është fitojë ndaj Ramës, është të mbroj, ku diun, angazhimin e vet politik, cili nuk e ditë se ç'do në këtë moshë, dhe ta pastroj. Dhe domethënë, dhe mbi të gjitha, Berisha është i pabesueshëm dhe për një gjë tjetër, sepse Berishën e kanë parë njerëzit të bëj koncesione ndaj Ramës, të bëj marrëveshje me Ramën, të falë Ramës atë amnistin që lironte nga burgut korruptuarit e Spakut, sepse kanë parë Berishën që Rama e mbrojti dhe nuk e hoqi mandatin e deputetit kur neti mbi 6 muaj në shtëpi, sepse kanë parë Berishën kur bëri kodin elektoral shkatërrues për këto zgjedhje në bashkëpunim me Ramën, si t'ia fusi partive të vogla. Tashi duket që Berisha s'ka dashur të fitojë. Pra nuk është. Pra kemi edhe një gjë tjetër. Ti thua që Rama nuk humb dot. Po Berisha s'do të fitojë. Çfarë theti deri tani unë i firmos, jam dakord me gjithë listën. Po si do fitojë pra? Prit. Por pastaj kam një pyetje. Ky Bërnut, Sali Bërnuti, konkuroi në kushte normale dhe të barabarta me Ramën? Jo, nuk konkuroi. Por prit. Po prit më thasë. Qëndrimi intelektual është hajde bëjmë kushtet barabarta të gjithë, që dhe Tom Doshi, për sa këto tjeti padënuar, konkuroj me kushtet barabarta si pyetja, tha, ka 100 arsye pse s'bie këmbana. Arsye parë cila është, s'ka këmban, atëre si duan 99 tjerat. Në këtë mes, arsye parë është Berisha s'fiton dot. Atëre, po jepi më zgjedhjet lira. Ti thua Rama vjedh një gjë që si duhet. Unë mendoj që Rama vjedh një gjë që i duhet. Pyetja që shtrohen në fillim, pse u rrit Rama? U rrit Rama se ra PD-ja, sepse PD-ja ka rënë në batakun e një... A kishte zgjedhje? Si? A kishte zgjedhje? Në falë. Po zgjedhjat, pra çfarë ndodhi? Dhe nga ana tjetër, këta bëjnë një gjë tjetër, Berisha bashkë me Ramën, këta vrasin alternativat e reja, po të shohësh më mënyra se si e kanë interpretuar fushatën. E kanë pasur me Arlindin, me Lapajn, me Shabanin, me këta kanë pasur gjithë fushatën. Dhe polarizimi që kanë prodhuar këta, ka qenë i tillë për të mos i lënë njerëz të shkojnë tek të reja. Iluzioni që u përpoq ndërtoi Berisha, sigur si vitaja është me ne, do kthehemi etj. Prodhoi den që, shiko, se ky edhe mund ta mund. Dhe prandaj nuk shkuan njerëzit e Partisë së Re, dhe kjo është një faktor tjetër.